Një diçka që ka mu vërtet më pëlqen, tepër shumë, sidomos herën e kalume që e kena bërë në retreat në Shqipëri, ka qenë ushtrimi, spari, identifikimi i bindjeve, sepse tash kam ju tregu diçka që e ka zbulu neuroshkenca tek, domethënë për bindjet, për njerin, për trunin ton, në retreat, momentet që vërtet mbojnë edhe mu me qajt është kur njerëzit me vite e kanë besu një diçka dhe e lshojnë aty. E lshojnë sepse na e bojmë fizikisht, e bojmë me lëvizje aty brenda. E për këtë arsye seminaret, kurset, retreatet e kanë fuqinë e vet. E kanë fuqinë e vet. Dhe i sheh njerëzit duke e ndryshu live, duke e ndryshu, domethënë drejt për drejt aty, bindjen që ndoshta e ka majt 40 vjet, 30 vjet, ndoshta edhe më shumë. Edhe e identifikon, e din të vetja vet, unë e pas kam këtë bindje, dhe pastaj me një ushtrim, me një lëvizje që na bëjmë aty me grupin bashk, krijohen disa grupe dhe pastaj fillon puna dhe është një prej ushtrimeve më të fuqishme për me ndryshu bindjet. Ushtrimi që e kam përdorur edhe unë vet, edhe ja kam sjellë edhe njerëzve tjerë. Okay, kursi po ashtu, e dini se kur jeni me një kurs, jeni me një energji më ndryshe, sepse merrni bindjet janë diçka që na mujna me ndryshu, nëse hapemi dhe do na me marr. Se do vi tash do ja sfjegoj se pse nuk mujna me i marr disa gjëra dhe sa të fuqishme janë bindjet e tona. Neuroshkenca ka zbulu një diçka që për librat fetar është shkru, domethënë në librat fetar është shkru ajo shumë ma herët, për këta e kanë zbulu se pse. Përpara se na të shohim diçka, duhet spari të besojmë në të. Kjo nuk është vetëm ide filozofike, por një fakt i bazuar në mënyrën se çysh funksionon truni ju. Unë do ju jap disa arsye shkencore pse bindjet e tona formojnë realitetin ton. Kemi folë edhe më herët për bindjet, kemi folë edhe në kurset tjera për bindjet. Edhe sa kanë ndikim ato në pamjen ton ose përjetimin ton të realitetit. Kur na, për këtë arsye njerëz nuk ban munal me punu derisa ta shihni veten se çysh menoni, çka menoni, çysh ndiheni, veç me marrë informacione, është okay, po ju duhet me punu me bindjet e thella t'juja, sepse ju mundi me vendos qëllime në jetë, edhe me thonë këtë po du me arrit. Po dëshira dhe vullneti me arrit ata është e fuqishme. Po bindja mbrëmshme është ajo që fiton. Gjithmonë. Gjithmonë është bindja, sepse ajo ka me t'i filtru ty menimet, ka me t'a filtru ty perceptimin për botën, edhe ti që ato kime sipas ligjit universal, ligjit të tërheqjes, ti kime i tërhek ato në çka ti e i bindun, jo në ato çka ti don. Kur na shohim diçka, drita reflektohet nga objektet, hyn në sytë ton edhe transformohet në sinjale elektrike që udhtojnë drejt trunit. Tash dëgjoni ma të rëndësishme. Këtu ndodh diçka pa besueshme. Truri nuk i merr këto informacione ashtu siç janë. I përpunon tu i përdor kujtimet tona, emocionet, përvojat e ma pashme. Tu i përdor besimet tona, që i kena marrë përmes përjetimeve të ndryshme të jetës tonë. Para se me kriju një imazh,
truni përpunon ato duke kriju, ose duke e pa përmes kujtimeve, emocioneve edhe përvojave të mëparshme, ose të mëhershme, ose të kalumes. Për marrë shembull, dy njerëz natën to ecë, njani e sheh hije. Edhe ai person që është i friksum, shikon filma horror, truri i tij ka me interpretu hijen si diçka të frikshme, ndoshta si një hajdut ose fantaz. Kurse një person i apasionum mas kafshëve, natyres, truri i tij ka me interpretu njëjtën hije si një mac apo lepur që ka lënë. Të dytë kanë pa të njëjtën gjë, gjithë cili e interpreton në bazë të mënyrës qysh ai mendon edhe ndihet. Dhe kjo vlen për gjithçka në jetë. Truri ynë filtron 99% të realitetit. E ju menoni se realitetin që e shikoni është realiteti ashtu qysh është. Është ashtu qysh ti e sheh. Të më thonë, truri ynë e filtron 99% realitetin dhe e bën këtë në bazë të besimeve tona. Truri i njeriut i merr 11 milion njësi informacioni për sekond. Po një gjoni tash. Por truni ynë mundet me i përpunu vetëm dikun rreth 50 prej tyre. Kjo do të thotë se na shohim vetëm një pjesë të vogël të realitetit dhe ata se çka e shohim varet nga besimet tona.